e dënoi ashpër sulmin që sapo ndodhi në këtë foltore kundrejt ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ky sulm i përsëritur nga i njëjti individ prej 35 vitesh kundër ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundër ambasadorëve të tjerë të vendeve mike, kundër ambasadorit të Bashkimit Evropian këtu, bie ndesh me parimet e Konventës së Vjenës dhe bie ndesh me interesin kombëtar të Shqipërisë sonë, se Bashkimi Evropian mbetet partneri ynë më rëndësishëm dhe se Shqipëria brenda vitit 2030 do të jetë antare e Bashkimit Evropian. Pavarësisht orientimit tuaj as pak në favor të kësaj aspirate historike për ta parë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Sa i përket këtij sulmi sot, zoti kryetari i Kuvendit, ne do të depozitojmë kërkesë pranë Komisionit Etikës së Kuvendit të Shqipërisë, që deputetin fjalë të japi shpjegime, por dhe Kuvendi të ndali një herë për gjithmonë sulmet.